a janë të barabartë një gënjeshtër me një gjysmë të vërtetë. Apo gjysma e vërtetës është më afër të vërtetës. Se shpesh edhe gjysma e vërtetës mund të ketë shkurtohet. Sigur për shembull se e marrim ajetin ku Allahu xhallahu flet për ata që e bënojnë namazin. Se do të dënon fawailun lil musallin. Mirë për ata që falen. Nëse e marr vetëm këtë pjesë, ajo është pjesë e Kuranit, është diçka që është e vërtetë. Po e kina lënë gjys. Ja do këto shkëputjet që ka bën, padyshim që, do thonë, se ne sot jetojmë në një botë ku me këto shkëputjet, prerjet, po, edhe pastaj montimet e ndryshme, montazhat e ndryshme, është interesant. Plotësisht ndryshon. Është interesant. Ta pranosh që je musliman. Detyrimisht e ke pranuar që ti nuk ke rënë në hadithin e pejgamberit që ka thënë muslimani nuk gënjen. Edhe kur thot nuk gënjen muslimani, po nuk ka thënë për shembull në hadithet që i kemi dëgjuar se muslimani për shembull nuk vjedh, nuk bën. Gënjeshtra është çështje e madhe, se me gënjeshtrë vin pjesë të tabiatit, vin një grumbull as zinxhir i të këqijave që ka vinë pastaj. Domthonë pe asajna. Domthonë edhe kjo pështjellimi i të vërtetës me një gjysmë pa vërtet është e çuditshme. Kur sot edhe habitesh kur dikush për ty thotë unë qëllimisht e bëj, pse? Shpresoj një të mirë mas asaj, mas gënjeshtës më pas të mira. Masena nuk ndihmohet feja e Zotit, as e vërteta duke gënjy. Vërtet Allah dhe nuk ka nevojë që të gënjehet për me dëshmu se është i vërtet. E as feja islame, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me gënjeshtër nuk ndihmohet feja. As pak. Përkundazi dalmi në krah shejtanit, i cili mundohet me gënjeshtër. Një prej strategjive të tij të luftës kundër njerëzimit është kjo gënjeshtër. Edhe kur i thot edhe betohet rrenshëm, unë ju këshilloj, hani nga pema e ndaluar se do të bëheni të përjetshëm. Qasemehuma, betohet, domethënë, se e flet të vërtetën, do të thonë në këtë realitet ai flet gënjeshtër, diçka që nuk është e vërtetë. Domethënë jemi bë pre në këtij rendit të tash që po jetojnë në këtë kohë, këtë zaman, rendi i ri, me thonë, thjesht shpesh njerëzit nuk e kanë fare dert përgjegjësinë pse e ka përcjell një dezinformat. Edhe kur e pyet, po jo thotë në thjesht e dëgjova të kallëzova, thotë nuk pata diçka, unë s'hima në antenë, thotë unë nuk e konfirmoj. Është përgjegjësia jote ta konfirmosh para se ta thosh. Si i hik kësaj përgjegjësie, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë mjafton për njeriu të jetë gënjeshtar ta përcjell këtë çka e dëgjon. Po, veç bart fjalë në ato këto. Atë tjetër, do thonë në mënyrë të prerë, thot pejgamberi iyakum al-kadhib. Ruajuni nga gënjeshtra. Sepse gënjeshtra e çon drejt mëkateve, ndërsa mëkatet ju çojnë drejt zjarrit të xhehenemit. E thot njeriu vazhdon të gënjejë derisa të shkruhet te Zoti. Si gënjeshtra. Thot pejgamberi keburat khiyanatan. Tradhtia e madhe është të flasësh me vllaun tënd e ai ty të beson, në fakt ti po e gënjen atë. Faktikisht me të vërtet. Tradhtia e madhe, mashtrimi i madh është gjë. Njerëzit zonën besin fjalët e tua. Do thonë ne jemi njerëz. Fjala jon, fjala është borxh. Do thonë është amanet, është përgjegjësi. Është barë e madhe. E mbas fjalës pas edhe vlerësor si njeri. Nëse del një herë nuk ke qenë i sigurt në lajme, e dyta herë ke gënjy, e treta herë, po mos prit se njerëzit të zambes pastaj. Është fshit se hub vetë besimi tek njerëzit.